Çfarë përvajsojnë Citizens. Në piramidë e futbollit anglez është vetëm në nivelin 4, është në League 2 dhe pozicionohet në vendin e 6, Salford City. Dhe janë të rrequr prej 9 muajsh. Janë të rrequr dhe legjendat e Manchester United Class of 92 tani është redukuar në vetëm 2 emra, Gary Neville dhe David Beckham. Ta pronarët e klubit, nësa 4 të tjerë janë të rrequr, pra Phil Neville, Vaj Madh, Paul Scholes, Nicky Butt. Rankings të 4 janë të rrequr, por nuk kanë hequr dorë nga funksionet në klub, që është David Beckham edhe Gary Neville. Këta të dy bashkë me i konsorcium amerikan që kanë dhe zotojnë pra me Galatasaray gjithashtu. Madhe me gjithë ka ndodhur, e kanë shuar vërtet shumë. Në luaj fort, në rrë është e ashver. Punë shpejt për Madonna Hyund. Në të mundohen të të rembin, kjo është lojtari holandez, Salford City. Dhe kam bajtur brenda vijave. Dhe për të jetë match. Asisti sezon, ka përshqipen me Rabon, shikoni. Sa shpejt, 5 minuta, 15 sekonda. City zblokon ndeshjen. Në thamë për nga mënyrën se si për luaj do të ishte çështje kohe. Dhe Sky Blues e gjenë golin shumë shpejt, 5 minuta 15 sekonda, Ryan Nuri. Lojtar me origjinë algjeriane. Njërë veprimi i tij nga kërsia e majt. Nuk ka var, çfarë u tham, Matthew Smith, Bufinder Gill, ndimësat nërsa Tom Neal dhe gjyqtari 4. Sikur të ishte offside, nuk kanë më çfarë bëjnë. Goli është më lëguar natërisht. Do të filloj nga qendra. Me shumë fat gjithsesi. E ka nisur për krasim. Gjyqtari Mërmushi, autogol. Për episodin e G-Tech. Fluar kritikohet. Guardiola nuk e donte në skuadër. Ishte në pozicion pa rregullt. Shikojmë ka thellë te Stoke City. Në këtë radhë limisht do një ka filluar Jardë është absolutisht rekord. Semenion edhe me Mark Gehin, por në zonë, kjo goditje është dorë. Nuk e kup. Kjo këtu i duësia. Atë për të parë Mancinit aty kur edhe Regullt, Marmush. Kjo është goli i dytë. Jo, me sa duhet është thjesht iluzion. Topi në pjesën e sipërme. Shkëmë dhe njerë, sepse nuk jemi të qartë. Hapin me këtu. Renet Nuri që solli dhe Gianni Reiner se prek vetë. Këto do t'jenë pamet që do të shoqërojit. Nësa Salford City. Pati mund si u gjendili. I mirë krasimi, mundohet Marmush. Dërtani edhe të gole pësumon vetë. Gjithsi situata standarde. Në Ligue 1, topi ishte diçka më i fort, si shduhej për Marmush. Elin edhe Rodri. Rodri që ndoshta mund të ketë një lloj skualifikimi. Cherki blokohet. Pozicioni i vlerësuar si rregullt, blokohet. I shpejt që tjetë. Shqytur mirë në atë spagat. Ja për dy vishuar, shikoni Phil Foden. Nëse ka kryuar shumë në i. Ja bon. Me sigur të Pep Guardiola. Me një ring kusht. Ka që janë në gjasht, pare mirë nëse një ka. Ja futur keq. Do të topi gjatë. Ka Salford City, e quan vetë top. I pat.
Shumë e dytë. Edhe Usanov. Kjo goditje të këndësh. Është nga portieri James Trafford. Bërat pritjet mrekullueshme, mund kishte qenë fare thjesht goli i parazimit. Mungoj cilësia në cross. Emër Project 92 Libre Marmush në atë pozicion zëvendësimi detyrueshëm. Do të kemi shtesë sepse kemi pas atë çfarë ishte një situatë për ta shumë të mirë. Pozicioni pa më shumë. Kjo goditje nxjerr topin jashtë, goditje nga këndi, portieri Trafford bëri mrekulli. Ndjeze shpenzuan pak. Kjo ndërhyrje edhe krejt s'kush nuk mund pretendonte në atë rast kishte e drejtë. Ndërhyrje Bajde është të zbriti. Që e fundit, ku City nuk ka marrë maksimumin për të golit. Shumë pa fat. Habet Luana është kjo goditje. Në kam Forestit Wesley Franson. McAdoo. Edhe shëllvizje në zonë shnuar 4 gola. Në sezonin më të është menu në Ameriko Lewisin 2 autogole. Është shumë rrezikshme ai top. Usanov, stërvitje nuk e ditur do çka korridore e aty Phil Foden, shumë të mëdha, mbajtja është e dukshme. Arësh kam skuadra e cilësinë. Është 7 herë. Nuk ta imagjinonte një humbje. Shumë mirë krosimi ka edhe gjithë. Se si ka pasi lloj konkurrencë, pra tham. Trafford ish portieri i Burnley. Nuk është kontrol. Nuk ka kontrol mirë topit. Çivit futën pikërisht atëherë 20 tani. Around the two lanes, 60-13-2. Po e dhjetor. Për shkuar aty top. Ai ka prekur vetë i fundit por topi i Foden. Si për të kryesuar humbin e vet. Shtyll e parë, shtyll ka për shtypjen. Apo është përplasur trupin e portierit James të Davijeve. Edhe lojtarët e tij. Forcitit. Gët. Kalojnë këtë lloj ta bërë me top pas shpinë për dërhyjen. Këtu Robin Shaq bim shumë i rënd i Liverpoolit që nuk e mori Ancelotti. Topin. Është kohë. Topi shtyllën e parë ka mbetur aty. Ka organizuar tashmë edhe murin. Me duhet shpejtësie me gjithë e fiton. Eliminoi Ipswich Town, por nuk është. Ka bërë punë vërtet shumë të mirë. Sigurisht do të dominuar në aspektin taktik. Orali. Nuk është më kështu. Kujdiet. Sepse dikur. Shmoj topi ka mbetur aty me portën bosh Margehi. Shion më shumë nga gjithë ky gol. Ishte që shekoha. Sa po fut. E dini paga shumë. Ishte aty në ajër. Kërthel. Zemrat e tifozëve, ja dhe koloture. Dikur vlla i tij e akuzoi për racizëm bashkë me menaxherin rus. Por Pep Guardiola e mori vlla në staf. Ai pam aty kokë në kokë. Pep Guardiola dhe koloture e nish mbrojtësin e Arsenalit. Nga pas pikë dobët dhe Arsene Wengeri, të paktat ka